Territori i Kosovës për datën 14 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm, me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë me vranësira të pakta, ndërsa në disa zona perëndimore priten reshje të dobta shiu. Pasditja vijon me mot të qetë dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:43 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 4 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 14 gradë Celsius. Pej 5 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 14 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 13 gradë Celsius. Suharek 6 deri në 16 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 14 gradë Celsius.